O Allah, në këtë ditë të 10 të Ramazanit, të falenderoj ty për të gjitha shijet e mrekullueshme të frutave dhe perimeve, dhe kërkoj nga ti të vësh bekime mbi fermerët. Ndihmoj ata derisa punojnë për të ndërtuar një raport më të mirë me tokën tënde. Bekoj i pyjet, fushat e malet, dhe e lehtësoj e vuajtjen që po kalojnë nga lakmia e njerëzimit për të mirat e natyrës. Ruaj i ato nga shkatrimi dhe zhdukja. Përdore zërin tim për të folur për përdorimin e përgjithshëm të burimeve njerëzore. Udhëroj u paqen, mirësinë dhe mëshirën tënde atyre që po heqin të mbjetojnë dhe nuk kanë çfarë të hanë. Dhe ndihmoj ata që sapo i kanë humbur punët e tyre. Nëse ti je i kënaqur, frymëzoj ummetin të ofroj programe trajnimi për veçzhvillim, ashtu që njerëzit të mund të mësojnë se si të izbulojnë mundësitë në sfidat e tyre. I lartësuar dhe i patëmeta je ti, o Allah. Amin.